koalicionet dhe zhvillimet mrena për mrena Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po kë shprehun një guxim politik. Tregoj si lider është i guxim shumë edhe me marrë vendimet vështira. Sepse me gjitha të një segmenti elektoratit Lidhjes Demokratike të Kosovës ekziston kjo averzioni ndaj PDK-s. Ky doli tha na bashkunojmë për interes qytetit, këta njerëz Prishtinës, me njerëz Prishtinës është një strukturë shumë e mirë, ekspertëve edhe të Partisë Demokratike të Kosovës, e të aleancës edhe kemi me qeveris bashk, po kanë me qeveris për në projektin e kryetarit komunës, që këto në Kosovë nuk ka deportu kë element. Zgjedhjet i ka fitu projekti për parim Ramës. Është bo një koalicion me PDK-n, me implementu projektin e përparim Ramës. Dhe njerëz në Kosovë nuk e kuptojnë që kur ti fitoj zgjedhjet ka fitu projekti jo ti personalisht, po projekti jëtë, fitoria jote është fitoria projektit tanë. Ti je suksesshëm nëse qaj projekti jëtë jenë gjendje me marë sa ma shumë njerëz në koalicion, me siguruar qëndrueshmëritë qeverisjes, qoftë lokale, qoftë qendrore, dhe me u implementu projektet të tua. Kjo shpesoj... Ka qenë atërsh me një koalicion Prishtinë mes LDK-s dhe PDK-s dhe ka shumë kritika për afrim të Vjosa Osmanit në LDK, të ke fundit në Gjenez. Unë kam një sëqarim. Për shkak që njerëzit që janë në Prishtinë, janë njerëz që rinë, domethënë me zveti, janë në rrethet të njëjta pak a shumë, kanë njihen me zveti në kuptimin edhe lagje dhe tjera. Njerëz që janë në nivelin qendror, kanë një parapamendje, mirë konsulti Arifi, më të lashtë politike që lidhet atën të 2005-2008, domethënë kemi të bëjmë me disa dinozauр politik, cilët nuk po mundin me dalë kurrësh prej disa traumave që i kanë pas më hershme. Edhe gjithashtu nuk pëlqejnë vend njerëzve të cilët nuk jetojnë me ato trauma, nuk jetojnë me idenë se PDK-ja është partia e cila i ka vrarë këta të LDK-s, sepse në LDK fatkeqësisht ki haloç si njerëz që mendojnë që shto. Edhe që tash kemi një halat të tillës me dalë që kanë me akuzu PDK-n për këtë sen. Siç ndodh çdo herë para zgjedhjeve. Domethënë, nëse Lumiri dhe Vjosa mas 7 qershorit nuk dalin se paki partia e dytë, ata të dy do të me dalë për partisë edhe me lëshu vend. Njëjtë edhe në PDK. Që këto zgjedhje, ata kanë hyrë të i bë test zotit Kurti, nuk janë të e kuptuar që në pak kanë hyrë edhe për i bëjnë testin e karrierës të tyre politike. Se çka kemi thonë me audiencës mas 3 herave që e kandidu kandidat për kryeministër, nuk po mundesh as partia e dytë me dalë. Po, për përparimin veç e tha Vullneti, pse, domethënë s'janë të interesuar, po për zonën Vjosa Osmani pse ka pak natësi, domethënë e thashë në fillim dihet botnisht është fajtoria kryesore që LDK-ja ka rënë në këtë drejtë, po është tash me qëndru 5 vite në pushtet, edhe si me thonë me qenë në thojza që është shpesh edhe kanë etiketu si notere Albin Kurdi, domethënë për 5 vite me qëndru notere, mandej me pas lavdata për një tjetrin, domethënë me kritiku, si me thonë, me caktu datën e zgjedhjeve që shikon venon zotit Kurdi, edhe në fund me vendos prak me u kthyn LDK. Normalisht që do të me pas kritika edhe për njerëzve që kanë kontribu për vitet tona në LDK që janë për themeluesve të parë. Normalisht që ka pak nasi edhe më këthyn LDK me marë primatin, me marë bajrakën, po besoj si cili politikan që... Urna? Ajo është fantazi, do me thonë, ti me lanë partinë, me shkaktu, danë partisë, me majtë 5 vjetë postin e presidentes, edhe më këthyja 5, me qenë lista e para, në partinë të me lanë, për Vjosa Osmanin po, a për partinë, nuk e di sa ka me pas rezultat, po e shojmë ma zgjede, po me gjasë nuk ka që ka me pas do një levizje shumë të madhe, besoj ka mundësi, ndërshta, po si me thonë po para gjikaj, ose po thonë mund me kalu 2-3%, ndërshta LDK-ja ma shumë, po nuk pres dorën zemër me pas në do një rritje kështu. As me Vjosa Osmanin? Po nuk pres ma shumë dorën zemër në perceptimin tim, tash nuk është që ku bëna analizë në diçka, po nuk pres ma shumë se 2-3% me pas në do një levizje. Më varët kritë, më varët në base edhe prej listës zonjës Vjosa Osmani këndo ta fut në listë për deputet. Lista e përgjithshme, fushata, mesazhe. Po, fushata normalisht, po edhe njerëzit e Vjosës kush do të futë në listë. Ta shojmë, po zonjës Farie Hoti kush do t'jetë, edhe Axhi Avdyli me gjas do t'jetë, se pe shojmë e po me dhe djekis pas kritikë. Nishi Vjosa Osmani, 6 zonja në fjalë, edhe 10 që Axhi Avdyli, kështu është 160 marrveshja, me sa e mora vershën, mrena listës së parë. Vjosas në top 10 që i takojnë 3 veta. Në top 10 që Vjosa Osmani do të garoj me 3 veta në po tash ka janë minus parti tjera, nëse mund të themi krahase me zotin Kurdi, është fushata, do të thonë fushatën, unë mendoj që vetëvendosja vazhdon me bo
po shatën ma të mirë, nëse mund të themi jo, po ma aktive dhe ma, se më thonë, ma gjithë përfshirëse në teren, se për shkakun zotin Konjuse ka një farë strategjie, zakonisht zotin Konjuse e shomi në për roda, se është pak ma i përshtat